Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se Asamblea e Partisë Popullore Europiane ka miratuar një raport pak të mbledhës për Shqipërinë, i cili sipas tij përshkruaj një sistem të kapur nga krimi i organizuar, trafiku i drogës dhe struktura kriminale. Shqipëria është një shtet i kapur nga krimi, droga, organizatat kriminale. Shqipëria sipas raportit, i cili citon Videmin, nuk bëri zgjedhje as të lira as të ndershme, por përkundrazi me deficite të thella të mëdha në parimet themelore të procesit zgjedhor. Kreu i opozitës u ndal dhe tek ngjarjet e protestës së zhvilluar para kuvendit, duke dënuar reagimin e policisë së shtetit ndaj protestuesve. E kam quajtur një egërsi shtazore. Unë kam pa Saudi emrat përveç Goxhajt, që e ka shpall Edi Rama agent të këtij e të atij me radhë, të cilët absolutisht nuk po kryenin asnjë akt dhune. Përkundrazi, po mbani një qëndrim, mund të them edhe dashamirës ndaj policëve, po ju ofronin ujë në atë vapë të mërshme dhe vërsulja me tërbim ndaj tyre. Ajo skena me atë djalin me bluzë të zezë, ajo rikujtonte skenën e Zvërnecit. Në vijim të deklaratës së tij, Berisha akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të ndikojë opinionin ndërkombëtar kundër protestës. Sipas tij, kryeministri ka shpërndar mesazhe në nivelet e larta të politikës europiane, duke paraqitur lëvizjen e protestuesve si të lidhur me struktura të huaja, një pretendim që Berisha e hodhi poshtë si të pabazuar dhe pa prova konkrete. Ka shpërnda me qindra dhe mira mesazhe në të gjithë elitën europiane, në të cilat e paraqet lëvizjen e idealeve më fisnike rinore të trive shqiptar, si një lëvizje të organizuar dhe të frymëzuar nga garda revolucionare famzeze e Iranit. Ka angazhuar kompani të huaja, ka angazhuar shuma të mëdha, një numër të madh, një armat të tërë në betejën kundër algoritmit, vetëm që t'u marrë protestuesve algoritmit.